Coach Greg, very tense game, very intensive game, very dramatic game till the last seconds. What decided the game tonight? Well, I thought, our first half wasn't really good. We turned the ball over, I think, 10 times the first half. Missed some defensive assignments, but I'm really proud of how we fought. We made adjustments at halftime. Guys never quit, and we had a chance to win, and that's what you want to do against a good basketball team like Bashkimi. Thank you very much. Appreciate it. Thank you. Pra, ishte lojë intenzive, lojë shumë dramatike, pyeta trajnerin Greg Gibson, çka vendosi lojën, tha, na kemi bërë shumë gabime në pjesën e parë, kemi humbur 10 topa, ndërsa në pjesën e dytë jemi kthyer, kemi luajtur mbrojtje shumë të koncentruar, kemi pasur raste në fund që edhe të fitojmë, mirë po vështirë është të bëhen aq shumë gabime ndaj një skuadre të mirë sikurse është Bashkimi dhe i uroj fitoren. Së shpejti do të jemi edhe me trajnerin Igor Jovovicin e Bashkimit.